Opinion nga Berat Buzhala. Albin Kurti dhe shpura e tij janë një farë Covidi për Kosovën, një farë mëshavine që përbëhet prej demagogëve dhe debilëve, enveristëve dhe titizëve. Votuesi i Albinit në shumicën e rasteve është një votues ziliqar, që jeton me shpresën se Albini një ditë do t'ia marrë paratë kushëririt të tij, vëllait të tij, tezes së tij ose kujdo që ai mendon se është pasuruar nga shteti, dhe jo sepse mendon që Albini e meriton pushtetin. Ky votues ziliqar për dështimin e vet personal për t'u pasuruar, për të patur sukses, për t'u integruar ja lë fajin sistemit e jo le të themi trurit të vet. A ka diçka të vërtetë në këtë drejtim? Tek tuk po, por përgjithsisht jo. Zakonisht në shoqëri të lira me ekonomi kryesisht të lirë, ecin përpara ata më të guximshmit, ata që takojnë më shumë njerëz, që rrezikojnë më shumë, që provojnë më shumë, derisa e gjejnë kodin e suksesit. Është një pjesë e madhe e diasporës që asesi nuk dëshiron të pranojë se dikush që jeton dhe vepron në Kosovë është pasuruar me djers, ndërkohë që ata vetë kanë mbetur në të njëjtën gjendje financiare si në vitin 1995. Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, rreth 80.000 shqiptar kanë votuar më shumë për partitë e tjera sesa për lëvizjen vetëvendosje dhe Kurtin. Megjithatë, Kurti vazhdon të mbetet figura qendrore politike në vendin tonë, megjithëse disi i lënduar nga rezultati. Ai e di që qeveria e ardhshme e tij do të jetë edhe më e dobët, edhe më e paqëndrueshme se qeveria e fundit. Ai e di që në qeverinë e ardhshme reputacioni i tij do të fundoset përfundimisht. Prandaj unë besoj dhe mendoj që edhe partitë e tjera duhet të pajtohen me faktin që Kurti do të jetë përsëri kryeministër. Personalisht nuk kam asnjë hatërmbetje nëse Lima i çon 3 votat e tij te Kurti, përkundrazi më gëzon ky fakt. Fatmir Limaj është politikan i shkathët të cilit i besoj shumë më shumë se sa Kurtit. Nëse Lima i bëhet me Kurtin, atëherë ai është i vetmi i arritur në atë koalicion. Albin Kurti e di që Limaj nuk është as Mimoza Kusari as Donika Gërvalla. Duke bërë koalicion me Fatmirin, ai nuk do t'i hajë vetëm qeshit e pshurta, por edhe një lugë pasul me mut. Fatmiri, sipas legjendave urbane që i ka krijuar vet, lëvizja vetëvendosje në kthinat e veta, është strumbullari i të gjitha të këqijave që i kanë ndodhur vendit tonë, sigurisht në bashkëpunim me Thaçin e Veselin. Limaj në atë koalicion duhet të futet me kokën lart, kurse Kurti le të arsyetohet para njerëzve të vet. A do të ketë Kosova pasoja në vitet në vijim? Jam i bindur që po, veçanërisht në raport me SBA-n. Mirëpo ky ishte vullneti i një pjese të konsiderueshme të shoqërisë sonë. Jeta më e mirë është ajo ku shoqëritë paguajnë çmim për gabimet e tyre. Fakti që e paguajnë një pjesë të çmimit, edhe ata që nuk e kanë votuar Kurtin, është për keqardhje, por nëse duan ndryshim duhet të punojnë më shumë.